konstatua që përshkel edhe njëherë rregulloria e Kuvendit të Republikës së Kosovës për faktin se ishim në një proces të votimit dhe krejt çfarë ishte autorizuar sipas rregullores lëvizja dhe vendosja në këtë rast si fituese e zgjedhjeve ishte që të propozoj emrin. Do të thotë ishte dashur që të procedohej me emër dhe menjëherë me pas me votim. Paralelja që po e tërheq lëvizja dhe vendosje, gjithashtu edhe zoti Konjuska në seancë që po thotë që janë dy gjanat e njëjta sikur se rasti në kryetarit dhe kryetarit e Kuvendit nuk është as pak e saktë, për shkak se kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkohë që nën kryetaret janë përfaqësues të grupeve politike dhe kjo është arsyeja pse ata votohen në fakt. Kryetari është përfaqësues i Kuvendit, i të gjithë 120 deputetëve. Kërkesa për kohë shtesë edhe për 48 orë tjera për të arritur një marrëveshje politike ku këta a priori insistojnë se nuk do ta ndryshojnë emrin e kandidatës dhe në të njëjtën kohë insistojnë në atë që është drejt e ktyrja. Në anën tjetër, gjithashtu kërkojnë nga deputetët që ata të votojnë sipas vullnetit të lëvizjes vetëvendosje dhe jo sipas vullnetit të tyre. Kjo veç vullnet për marrëveshje politike nuk është. Do të thonë sepse